Në seminarin ndërdioqezian Nana e Këshillit të Mirë në Shkodër u zhvillua takimi Dita Miqve të seminarit. Në këtë ditë seminaristë dhe ish seminaristë bashkohen në vendin ku edukohet dhe formohet thirrja për meshtari. Seminari konsiderohet si zemra e kishës katolike, ndaj edhe takimet të tilla marrin një rëndësi të veçantë, u shpreh rektori i këtij seminari Dom Mark Shtifni. Dita e Miqve të seminarit lind nga eprorët e mëparshëm që ishin të këtij seminari, që pas viteve 97, duke e pa edhe rolin e rëndësishëm që kanë besimtarët laik në kishë, atëherë dëshiruan pikërisht që të jepnin këtë rol edhe këtë rëndësi, duke nxit një ditë veçantë njohjen, lutjen dhe kontributin e tyre. Prandaj dita e seminarit që nga ai moment vazhdon edhe sot. Është diçka shumë e bukur sepse ne jemi në 80 vjetorin edhe të pushkatimit të rektorit dhe zëvendës rektorit Ad Daniel Dajani dhe Pater John Fausti. Dhe për ne pikërisht të dy martir me cilët e kanë vadit, mund të themi këtë vend ku ne ndodhemi, bëhet edhe për nxënësit që janë duke u edukuar në thirrje, bëhet me të vërtetë një përgjigje më e madhe pozitive që jepet Zotit. Takimin e përshëndeti edhe arqipeshkëvi i Mzot Giovanni Peragjine. Është e bukur që nesër në të gjitha kishe do të kremtojmë ditë e seminarit, por është e bukur që sot kremtohet, bashkohem këtu me gjithë miqtë e seminarit. Kjo thotë që një thirrje nuk lindë në një kontekst abstrakt. Një thirrje lindë në një familje, një thirrje lindë në një bashkësi, në një komunitet. Një thirrje lindë në kishë. E sigurisht ju që jeni të pranishëm si miqtë, tregoni që është diçka që ju përket juve. E jo vetëm se ju si kishë, si familje, e keni dhuruar një thirrje, një djalë kishës, por edhe jeni të thirrur të shoqërojnë thirrjen. Gjatë këtij takimi u shfaqen edhe fragmente dokumentaresh nga aktivitetet ndërvite të seminarit ndërdioqezian Nëna e Këshillit të Mirë, si dhe veprimtari të ndryshme nga të rinjt.